Në fund të pjesës së parë të komentit e lam Rinën të trembur kur shehti afrohet Milosavlja, por me një të trembur hare. Dhe Milosanti kërkoi ujë nga bucela që po mbush. Sa i përket kërkesës të Milosavljes për të pirë ujë, thash është pjesë e klishesë folklorike të takimit të rinjve në krua, pra shërben në një farë mënyrë si pretekst për të folur me vajzën, në rregull? Në fakt është më tepër se aq, më tepër se pretekst është një deklaratë e nënkuptuar dashurie. Vajza më jepti një pikë ujë të shuaj etjen, në fakt zjarin që më ndezen tani që të shoh, që më pëlqen. Në një nga këngët e sotme, këngëtari i njohur Avni Mula tregon për një korrier partizan që duke ecur maleve takon një vajzë te burimi dhe i kërkon ujë. I thash se mu dojt xhami, mu dojt shpirti, jo më kot shpirti. Moj vajzë me kaçurela, pa ku i jepi ti partizani, të lutem nga bucela. Dhe gjithë rrugës pastaj nuk i hiqeshin nga sytë të verdhat kaçurela. Është e njëjta skenë klishe e rënies në dashuri apo jo, që nga folklori, këngët popullore, nga derada me Rinën e Milosane deri tek Avni Mula me partizanin sot. Takimit e burimi, kërkesa e ujit, shikimet, fjalët në kuptimet erotike. E pra Milosavlja shfrytëzon rastin për të marrë vesh e kujtës, prandaj dhe e pyet ku ja bie jeti vash, duke supozuar për të treguar që nuk e ka parë ndonjëherë, mos më je nga dheu i huaj, pra mos nuk je nga ky katun, dhe duke i bërë pastaj një goxha kompliment. Kur djalosh në Selanik vajta, vash zat nuk ishin në katun me kaq hir. Pra, para se të largohesha kohë më parë në Selanik nuk mbaj mend të kem lënë ndonjë vajzë kaq të bukur në katun. Është ky kompliment që e bën vajzën të skuqet në fytyrë, në çerret e ndezur. Domethënë, komplimenti është kryesor, por nuk është vetëm ai. Skuqet edhe sepse është bi popullit dhe po flet me birin e një arhonti, pra e di me kë po flet. Si përgjigjet kur i kërkon ujë? Sa të duash ti bir zoti, pra bir zotëria arhonti. Skuqet edhe sepse ajo është vajzë e re që i pëlqen ai që ka përpara dhe luan edhe ajo lojën e dashurisë. Një reagim i zakonshëm i asaj moshe, duke përsëritur kështu klishen e vashës të këngëve popullore që ul kokën e turpëruar kur takon trimin. Pyetjes së tij mjaftoi të përgjigjet me një jam e bie kollogres që duhet kontrastoj me atë birzoti, pasunari që është Milosavlja, por përsëri me një krenari të ligjshme, duke ju përgjigjur ngriti ballët e zbuluar. Detaj që tregon shumë për idetë demokratike të Teradës në lidhje me barazinë shoqërore. Diçka interesante këtu. Nash mësuar veshit të dëgjojmë vazhdimisht dy personazhet kryesore, Rina, Milosavlja, dhe nuk na shkon fare në vende që derada vet nuk ju thot hiç ashtu. Gjatë gjithë poemës Rinën do ta përmend gjithmonë si bie e kollogres, dhe vetëm një herë të vetme do t'i thot me emër Rina. Kështu marrni vesh edhe emrin e saj. Njësoj si edhe Milosavlja, vetëm një herë ja përmend emrin. Dhe dini kur? Në vargun e fundit të këngës të fundit, kur ky tashmë është duke vdekur, mbaroi Milosavlja, nëse përjashtojmë titullin patjetër. Derada shumë i kurthyer në detaje të tilla. Babai për shembull apo të afërm të tjerë të Rinës nuk duken gjikundi, vetëm ema, madje edhe ajo vetëm përmendet, si edhe për Milosavljen atë i cili nuk përmendet as gjikundi. Që ti kthehemi komentit e tham pra që ndërsa kënga e parë është në vigjilje të rinisë, kjo e dyta është e shfaqjes apo më saktë ngjizjes të dashurisë. Milosavlja ka rënë kokë këm brenda dhe duket kjo nga veprimet e tij rrugës të kthimit për në katun. Duke shkuar asaj udhe, gjembat që vareshin udhës se gërvishtin atë çup. Me lërët për gjakur, unë nga ballët ja reshtja. Pra kujdeset që ajo të mos gërvishtet nga ferat e rrugës, duke i hequr anash dhe duke përgjakur duart ai vet. Po edhe Rinës duket se ka rënë në kokë, që mos e zgjatim janë të dy të dashuruar, saktë sapo dashuruar. Shenjave të para, skuqjes të fytyrës, komplimentave, hares, ju shtojnë edhe të tjera. Janë duke shkuar bashkë asaj udhe, pra janë duke u shoqëruar me njëri tjetrin. Derisa në 3 vargjet e fundit dashuria deklarohet fare hapur kur Milosavlja thotë: dy buzë të qeshura, ai dhe Rina, një herë të bardhë, njëre në çastit të bardhë të lumtur, atë mbrëmje dukeshim. Pra, atë mbrëmje ne dukeshim dy buzë të qeshura në një orë të lumtur. Me fjalë të dashuruar. Ky pra ishte komenti këngës së dytë, këngë e rëndësishme në strukturën e gjithë poemës sepse tregon si njihen dhe si bien në dashuri dy heronjtë tanë. Mos harroni të shihni komentin e këngëve të tjera në YouTube për të krijuar një ide më të plotë për poemën dhe pastaj u shtroni me materiale ndihmëse. Kuizet, diskutimet, shtjellimin e pyetjeve të tekstit mësimor, të cilat do të gjeni të gjitha të mirë organizuara në faqen klasaletërsi.com.